Fenomeni i facebookistëve gjobaxhin që në shoqërinë tonë është shtuar së tepërmi dhe më së shumti më tepër i egzageruar në vlorë, po shqetëson edhe institucionet. Mjafton të hapësh një adresë falso të paregjistruar në organet tatimore, mjafton të kesh një telefon dhe ti mund të prodhosh lajm facebookisti. Jo vetëm kaq, por me një telefon ti mund të intervistosh çdo dhe të prodhosh gjoja kronika televizive, por që nuk janë as pak të tilla, pasi nuk plotëson asnjë standard. Mjafton një telefon dhe një adresë në Facebook që ti t'i afrohesh dhe t'i intervistosh drejtuesin politik të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Bledi Çuçi, prefekten e qarkut Evis Sallushi, kryetaren e Bashkisë të Vlorës Brunilda Mersini, kryetarin e Këshillit të qarkut Ervis Moçka, deputet të qarkut të Vlorës dhe drejtues të institucioneve të shtetit. Por sot të gjithë kanë telefona, edhe ata që pjekin misra apo shesin banane, përkundrejt gjithë respektit për punën e tyre të ndershme, dhe jo si puna e facebookistëve, por edhe shitësit e misrave dhe bananeve, të cilët kanë telefon, mund të intervistojnë personalitetet të politikës apo drejtuesit më të lartë të shtetit dhe të pushtetit në Vlorë. Por duket se ky fenomen, për të cilin po flasim, ka tërhequr së fundmi edhe vëmendjen e institucioneve të shtetit dhe të pushtetit. Sa për interesa personale, apo ndoshta të lidhura edhe me krimin organizuar, facebookistët gjobaxhin bëjnë presione ku të mundin dhe si të mundin. Shqetësimi është ngritur edhe nga kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, e cila e ngriti këtë çështje si pyetje, nëse kjo gjë është studiuar apo anketuar në qasjen administrative si mjet kundër krimit të organizuar në rastin e studimit të qarkut të Vlorës. A mendoni ju që sot rrjetet sociale apo presioni social dhe deri diku dhe presioni etik është një instrument dhe duhet përfshirë në anketim? Profesoresha e drejtësisë Jonida Mehmeti, duke ju përgjigjur pyetjes së kryebashkiakes Mersini, theksoi se facebookistët gjobaxhin sulmojnë pa të drejtë individ, qofshin këta pushtetar, politikan, biznesmen apo njerëz publik, dhe se kjo gjë sipas saj është e papranueshme. Në momentin që ne kemi rrjetet sociale në të cilat në shumicën e rasteve kemi sulme ndaj personave, ndonjëherë edhe me të padrejtë ose komunikimi shkon jashtë etikës, domethënë të komunikimit, është e papranueshme. Facebookistët veç gjobaxhin funksionojnë edhe në ilegalitet të paregjistruar në organet tatimore. Sipas kryebashkiakes Brunilda Mersini, duhet që ligji i mediave të ndërmarrë një nismë për regjistrimin e tyre, pasi kemi të bëjmë me ndikime negative që po sjellin në shoqëri dhe tek biznesi, në disa raste të lidhur ngushtësisht edhe me krimin organizuar. Ne kemi rrjete sociale totalisht të pakontrolluar, edhe vetë rrjetet sociale janë sot në rrjetet sociale janë persona të cilat hapin rrjetet sociale dhe nuk kanë NIP, pra nuk janë të regjistruar këta në organet tatimore për ta ushtruar këtë aktivitetin dhe biznesin, dhe shpeshherë këta janë rrjetet sociale që për qëllime të caktuara janë ndikim jo pozitiv në shoqëri apo dhe drejt bizneseve. Dhe ajo që sot ne kemi detyrë institucionale është që edhe të ndikojmë të gjithë së bashku në mënyrë që në ligjin e mediave ne duhet që këta rrjete sociale të quhen si njësi fitimprurse apo jo fitimprurse, por të regjistruar në territorin e Republikës së Shqipërisë, sepse thjesht dhe ato vetë mund kenë një lloj burimi. Dhe pyetja ime ishte a duheshin futur këto në anketime, pra të kishin një anketim të disa portaleve, janë të regjistruar si operojnë ata në drejtim të krimit të organizuar, është një qasje pozitive apo një qasje presioni negativ me qëllime të caktuara, sepse në fund ditës ky është realiteti. Krimi organizuar në shumë raste ka ndikim tek facebookistët gjobaxhin, të cilët u shërbejnë strukturave kriminale, duke shfrytzuar boshllëqet apo dobësit në kontrollin ligjor. Për t'i dhënë fund facebookistëve dhe telefonave që përdoren shpesh për të intervistuar njerëzit e politikës dhe ata të veshur me pushtet, duhet patjetër një rishikim i ligjit të mediave dhe ashpërsimi i tij, duke i dhënë mediave reale forcën e vërtet që ta jep vetëm kamera dhe mikrofoni për ta merituar emrin gazetar apo operator, dhe jo telefoni që të lë thjesht në hijen e një facebookisti gjobaxhi dhe përfitues e as pak i besueshëm për lajmin që ti do të përcjellësh në opinionin publik përmes Facebookut tënd në ilegalitet, pasi më shumë se sa qytetarit i shërben shantazhit.